E di se sa minuta duhet bazuar në ligjet e fizikës për me eksploru galaktikën Andromeda? Çfarë? Për shkrimi që i bërë nuk është teknikisht edhe shkencërisht i saktë. Po më thua sa vite dritë ma e gjatë, e largët është... Sa minuta duhet për më shkruar në bazë të ligjeve të fizikës në qoftë se udhtojmë me shpejtësinë e dritës. Deri ku? Nga këtu deri ku? Andromeda. Pse di sa është Andromeda sot? 1 minutë. Jo, nuk është 1 minutë. 1 minutë, është në qoftë se udhtojmë me shpejtësinë e dritës, por në qoftë se kthehemi, Po ja fut kot. duhet 4 milion vite. Yes. Jo, pra, nëse ikim e kthimi është. Po, Ti po thua si ku ikën në kthimi, Amerikë kur kthehesh je një orë më ashtu. Shiko se na të lutem, nuk është kështu, nuk është kështu. Bazuar në ligjet e fizikës. Nuk ka ligje fizike. Jo, pra nuk është kështu. Shpejtësia më e madhe e shpërndarjes informacionit në natyrë është gati afër 300.000 km/sekond. Atë mbi bazën e një lloji kripto nisemi bazuar në ligjet e fizikës pra ligje fizike e relativitetit special. Shpejtësia e dritës. Është më e madhe. Po, shumë mirë. Andromeda nuk e digjemi Vivian sa larg është Andromeda tash. Më rroft mua astrofizika, sa dritë. Mund të jetë 100 vite dritë. 1 minutë. Senat e dashur, drita e diellit që të vijë nga dielli, ylli jon i sistemit diellor të vijë në tokë, do 8 pikë pak minuta. Pra, dielli mund të jetë i vdekur tash. Po, por distancat sipas teorisë së relativitetit kur udhton me shpejtësinë shumë. Ama mos u fut në këto teoria me mua, të lutem. Ato kanë tendencë që të zvoglohen.